Jo, unë bërsh nuk kam, sepse menoj që kam të i kalu obligimet e një qytetarit të Kosovës edhe një njeri që mision i ka caktu dhe detyrja kam caktu në vetës, ma ka caktu kur detyrë. Por në Kosova ka nevoj për politikantë mirëfillt, ka nevoj për njerëz të përkushtuar për këtë dhe ka nevoj për njerëz që duan që Kosova tjetë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e NATO-s dhe procesin të cilin e kam fillu me përëndimor, po janë këtë variant, dhe kemi qu deri dikon, duhet me qu deri në fund. Dhe për me qu deri në fund, mendoj që duhet me pas pajtueshmëri politike në nivel të Kosovës, jo me fjalë, por duke pas parasysh cilat janë detyrat tona dhe për t'ju përkushtu veprimeve të cilat janë në funksion të kësaj përmes kryerjes së detyrave.